Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dënoi në total me 130 vite burg grupin kriminal të Leonard Dukës, i njohur si Princi Damian, i cili u gjet fajtor për vrasjen e ish-policit Santiago Malco, ngjarje e shënuar në muajin gusht të vitit 2019 në Tiranë. Drejtësia vendosi 30 vite burg për Leonard Dukën, i cili u ekstradua nga Belgjika në vendin tonë, ndërsa vëllai i tij, Elis Duka, u shpalli pafajshëm për të gjitha akuzat. Për këtë të fundit, SPA kishte kërkuar dënimin me 25 vite burg, ndërsa gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar i hoqi dhe masën e sigurisë arrest në burg që ishte caktuar në mungesë. Me nga 25 vite burg u dënuan në mungesë edhe 4 anëtar të tjerë të grupit të strukturuar kriminal: Fatmir Hyseni, Oltian Loga, Dritan Agaj dhe Aleksandr Maxhaku, të cilët rezultojnë në kërkim. Më herët për të njëjtën ngjarje, GKK ka dënuar me 28 vite burg Ilir Selmanin, me 25 vite burg Blendi Tetën dhe me 7 vite burg Elvis Gacajn. Santiago Malco, sipas prokurorisë, ishte viktime një sage përplasjesh mes grupit kriminal Duka dhe atij të Ervis Martinajt, i cili rezulton i zhdukur prej verës së vitit 2022. Përplasja mes Leonard Dukës dhe Ervis Martinajt, dikur miq dhe bashkëpunëtor, i ka rënë tek veprimtaria e lojrave të fatit dhe konflikte mbi kontrollin e territorit dhe ndarjen e fitimeve.